يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني كم حملت الهم عني عندما كلت يميني ولكم آزرتني في أمر دنياي وديني كم حملت الهم عني عندما كلت يميني ولكم آزرتني في أمر دنياي وديني إنما يجنى الهدى من صحبة الخل الأمين إنما يجنى الهدى من صحبة الخل الأمين من يسر في الروح يستنشق عبير الياسمين من يسر في الروح يستنشق عبير الياسمين يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وحسني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني يوزن المرء بمن صاحب واختار وليا وأنا اخترتك فازددت رقيا Kryetari i Unionit të shkencave, kryetari i Unionit të dëmtuar shkenca mësore zhonca. Ne sot jemi mbledhur që të mësojmë diçka rreth një dukurie negative, e cila ka përfshirë shoqërinë tonë. Do të flasim për prostitucionin me shpresë se ajo që do të mësojmë nga profesorët do të na ndihmojë që të luftojmë rrezikun e vazhdueshëm që i ka mosur shoqërisë tonë. Shfrytëzoj rastin të falenderoj Universitetin e Shkencave Mjekësore Rezonanca, me veçantë një profesor Recep Hoxha, i cili na përkrahi dhe na mundsoi që sot jemi këtu. Ju mysafir nderuar, mund të shtroni pyetjet tuaja, pasi që profesorët e kanë mbaruar fjalën. Faleminderit. Japim fjalën profesorit Fidaban. Nderuar profesor, nderuar të dashur studentat, investitori dhe profesorët, jam i nderuar që sot para jush mund t'i elaboroj disa koncepte, disa mendime, disa ide të mia mendime lidhje me një dukuri e cila e ka plagosur shoqërinë tonë posaçërisht në periudhën e pasluftës dhe atë në një mënyrë shumë të vrajshme dhe shumë të shpejtë. Themi në një mënyrë të papritur. Pra është fjala për prostitucionin apo si po quhet tash në terminologji bashkëkohore trafikimin e qenieve të gjalla. Pra shitblerjen, praktikisht qenieve të gjalla të njeriu në radhë parë të penës. Prostitucioni ose trafikimi i qenieve të gjalla nuk ka qenë asnjëherë traditë e qytetërimit shqiptar. Në të gjitha trojet e tij. Groja kur nuk është e rishit ndër shqiptarë. Gjithmonë është respektuar dhe ka qenë njëra prej pasurive më të mëdha, me cilat ka disponuar shoqëria jonë, dhe ajo si e tillë është respektuar, natyrisht në pajtim me kodekset e kohës. Është interesant të paraqitem disa fakte se me paraqitjen e shtetit shqiptar
do thotë në dorë vitit 1912, fillojnë të paraqiten edhe shenjat e para zyrtare të prezencës së kësaj dukurie në trojet tona. Pra një farë mënyre, organizimi i shtetit i ka qitë në pa, ndoshta edhe disa procese të cilat kanë ekzistuar dhe më herët për në mënyrë të padukshme, por de facto në shtëpitë e para publike në Shqipëri janë regjistruar pas miratimit të rregullores së prostitucionit, të cilën e ka miratuar Këshilli i Ministrave me vendimin numër 196 qysh më 10 shkurt vitit 1922. Pra na qysh në atë kohë në Shqipëri e kem pas prostitucionin në mënyrë të legalizuar. Dhe natyrisht pas miratimit në parlament kjo rregullore u shndrua edhe në ligj. Poshtë keni edhe referencën e këtij shënimi. Ky është një shënim mjaft interesant, i cili flet për atë se kjo dukuri, megjithatë, në Shqipëri, në radhë të parë, nuk është e panjohur dhe me këtë janë marrë edhe institucionet shtetërore në një mënyrë. Edhe në çfarë mënyre po shihet. Ma vonë do të kthehem në këtë pikë në mënyrë që ta elaborojmë nga këndvështrimi jonë. Në konferencën e UNESCO-s të mbajtur në Selanik në vitin 2002, përkatësi me trafikimin e qeneve njerëzore, edhe Kosova është evidentuar si vend ku prostitucioni ekziston. Bile sipas disa burimeve ndërkombëtare, edhe është deklaruar me plot zë se në Kosovë ka klient dhe ka prostitucion. Pra ka asi që ofrojnë shërbime dhe ata që i shfrytëzojnë këto shërbime. Pra, kjo është një konfirmim zyrtar se kjo dukuri e rënd ka filluar të përhapet edhe në trojet tona. Ndër faktorët kryesor për zgjerimin e kësaj epidemie, në radhë të parë konsideroj se është rënimi i moralit individual dhe kolektiv. Pra rënimi i moralit brenda individit dhe rënimi i moralit brenda një shoqërie. Ndonë se sipas hulumtimit të bërë në Shqipëri në vitin 2005, 67.7% të atyre që janë pyet se cilat janë shkaqet e prostitucionit, kanë thënë se janë varfëria dhe papunësia, si dhe etja e pa durueshme, etja e shfrenuar për para dhe fitim, si edhe prezenca e mafis, do thot krimit të organizuar. Pra, ky faktori kryesor të cilën e kam evidentuar si rënimi i moralit individual dhe kolektiv nuk evidentohet si shkaktar kryesor, por më parë referohet në varfëri dhe në papunësi si dy shkaktar kryesor. Në fjalën time më vonë do të mundohem të elaboroj, të qesim në korelacion këta tre faktorë, pra faktor psikologjik dhe faktor social, ekonomik, në relacion me paraqitjen e kësaj dukurie. Natyrisht në Kosovë, përpos këtyre faktorëve të lartë, ka ndikuar mas të madhe edhe prezenca e përnjëhershme e një numri shumë të madh të personelit ndërkombëtar. Radhë të parë të pjesëtarëve të trupave të KFOR-it, pjesëtarëve të UNMIK-u dhe organizatave tjera ndërkombëtare, gjë që natyrisht se ka paraqit një ndikim kulturor në mjedis dhe në këtë mënyrë e ka krijuar edhe një mentalitet dhe një klim specifike, e cila në një farë mënyrë ka mund të kontribuojë në përhapjen e kësaj dukurie, duke qenë se kem pas të bëjmë me njerëz të cilët kanë jetuar larg familjeve të tyre në vend të huaj dhe në një mënyrë kanë gjetë prehje në më shumë se 200 klube të natës në Kosovë, të themeluara pas luftës, që kanë qenë në funksion, këto janë shënime nga përditshmja koaditore, botuara me 17 mars vitit 2003. Mosha mesatare sipas organizatës ndërkombëtare për migrim të viktimave, pra të femrave të trafikuara, ka qenë rreth 23 vjet. Ato kryesisht kanë ardhur nga Moldavia, nga Ukraina, nga Rumania dhe Bullgaria, pra nga shtetet e Evropës lindore dhe nga disa republika të ish Bashkimit Sovjetik. Dhe për me qenë situata më e çuditshme, kryesisht këto klube nate kanë qenë të vendosura në qytetet që janë konsideruar si më tradicionale në Kosovë, këto janë në Prizren, në Prishtinë dhe në Gjilan. Në qoftë se i kthehemi faktorëve psikologjik nga perspektiva e viktimës,
Atëherë në radhë të parë kem të bëjmë me vajza të reja, të cilat në esencë brenda strukturës së personalitetit e kanë pasur një ndërgjegje dhe moral të dobët. Pra struktura morale nuk ka qenë e formuar, nuk ka qenë në atë masë e zhvilluar sa që të parandaloj shtytjet epshore dhe në anën tjetër mënyrat e gabueshme të adaptimit ndaj rrethanave të vështira në jetën në rrethin social ku kanë jetuar. Në përgjithësi, bëhet fjalë për personalitete të varura, pa ego të formuar, pra pa unë të formuar, dhe personalitete me konflikte serioze, intrapsikike dhe ekstrapsikike, pra në relacion me mjedisin. Nuk është rrallë që te këto viktima të hasën edhe smundje dhe çrregullime më serioze psikiatrike në radhë të parë në rrafshin afektiv dhe epshor. Pra, struktura psikologjike e viktimave i predisponon ato që në rrethana të vështira sociale dhe ekonomike, siç është varfëria, siç është pa perspektiva, siç është papunësia, në farë mënyrë të bëhen pre e manipulimeve të tjerëve të cilët ofrojnë ëndra dhe ofrojnë jetë më të bukur, natyrisht përmes rrugëve më të lehta, të cilat ato për momentin i konsiderojnë më të lehta, por më vonë shihet se në të vërtetë janë rrugë tragjike. Nga perspektiva e shfrytëzuesve të këtyre shërbimeve dhe trafikantëve, bëhet fjalë për personalitete me moral të shumtuar, pra me moral të shtrembruar. Struktura morale e këtyre individëve është e degeneruar. Bëhet fjalë për çrregullime serioze të personalitetit, për njerëz me prirje për sjellje asociale dhe antisociale, për personalitete ku dominon sfera epshore mbi sferën racionale, pra ku idi e dominon unin, ku të menduarit i nënshtrohet praktikisht pasioneve epshore. Dhe në esencë bëhet fjalë për një fundrinë shoqërore, pra për individ të cilët e reflektojnë atë pjesën më të ulët të shoqërisë, pjesën e cila nuk ka ngritet, nuk ka arritur të ngritet mbi nivelin e tyre të organizimit epshor. Mendoj se gjithë pajtohemi se bëhet fjalë për një dukuri të dhëmshme dhe tragjike. Për fat keq, edhe një numër i madh dhe gjithnjë më i madh i vajzave shqiptare është duke u bërë pjesë e kësaj dukurie. Shënime të ndryshme mund të hasen më tepër në belletristik dhe në publicistik, se sa në hulumtimet mirëfillta shkencore, përkatëse me këtë temë, por për shembull kam hasur një shënim se diku rreth 45.000 femra shqiptare trafikohen në Greqi, që ka qenë një dhënë me të vërtet frapante dhe thjesht s'ka mund të besoj dhe kam pasur edhe dyshime edhe në burimin e informatës, por tek se shkruhet që thonë ku ka tym ka edhe zjarr. Do thotë në rrugët e Evropës, në rrugët e Italisë, në rrugët e Greqisë, edhe vajzat tona kanë filluar që të marrin këtë rrugë të tentimit që të gjejnë rrugdalën e tyre në jetë, ose të provojnë të japin kuptim jetës së tyre. Nëse mund të thuhet se ky është kuptimi i jetës. Kjo dukuri në esencë paraqet një kancer për rinin ton dhe paraqet një kancer në radhë parë për familjen. Çon drejt për drejt në dezintegrim të familjes në procese shumë të rënda konfliktuoze brenda familjes, me pasoja të rënda në për të gjitha gjeneratat të cilat jetojnë në familje. Ndërsa se përket rinis, natyrisht se e paraqet një shtrembrim të rrugës, në vend se rinia të gjej rrugën e vërtet të gjeturit të kuptimit të jetës së saj, ata në të vërtet të gjejnë rrugën e knasive të shpejta, rrugën e lehtë, rrugën e përfitimeve të shpejta, pra çdo gjë që është në të kundërtën e asaj që çon ka një prosperitet të mirëfillt dhe ka një qetësi psikike dhe shpirtërore. Natyrisht se kjo dukuri është plotësisht në kundërshtim me identitetin fetar të qytetarëve tonë dhe me traditën tonë kombëtare. Ja thash parës se historia shqiptare, qytetrimi shqiptar nuk e njeh gjatë pjesës më të madhe të historisë së tij, nuk e njeh këtë dukuri si të vetën. Derisa në për shumë burime historike mund të gjenden të dhëna të tilla për kombe të tjera në mesjet, të cilat e kanë kultivu këtë zanat, si quhet zanati më i vjetër në botë. Në qytetrimin shqiptar, shënimet e para e pam, viti 1922,
për shtëpitë e para publike. Pra nuk ka qenë traditë kombëtare jona dhe nuk është në pajtim me identitetin fetar të qytetarëve tonë. Asnjë libër i shenjtë nuk e ka promovu, përkundrazi ka dënuar në mënyrën më të ashpër këtë dukuri dhe për këtë hoxha i nderuar me siguri do të na thotë më tepër. Situata bëhet edhe pak më e koklavitun. Kur e kemi një situatë aktuale, po mundohem të reflektohem në momentin aktual në Kosovë. Ne jemi një shoqëri e cila është duke u angazhuar dhe shpreson shpejt të jetë shoqëri shtetformuese, të formojë një shtet të ri, i cili e synon integrimin në Bashkimin Evropian. Një shoqëri e cila është definuar si shoqëri e cila dëshiron një organizim demokratik, sekular. Pra, të ndarë ku pushtetet fetare dhe pushtetet publike janë të ndara njëra nga tjetra. Pra, në situatën ku sekularizmi si koncept i ndarjes pushteteve nuk është i qartë për një qeveri, atër situata bëhet edhe më e komplikuar. Çka do thotë kjo? Se në esencë, në atë petk të ndarjes së qartë ndërmjet pushteteve, ndërmjet fuqisë ekzekutive të institucioneve shtetërore dhe fetare, fillon të spjegohen edhe gjërat në mënyrë krejtësisht të ndryshme se feja nuk ka çka të folë për këto çështje. Për shembull, as për dukurinë e prostitucionit, as për dukuri tjera negative, sepse ato janë çështje të institucioneve shtetërore. Dhe me këtë, një fuqi e madhe mobilizuese, një fuqi e madhe korrektuese brenda shoqërisë, brenda asaj shoqërie që quhet civile, praktikisht lihet anasht dhe nuk mund të shfrytëzohet. Çështja e identitetit evropian të shoqërisë sonë. Shoqërisë sonë e cila është më e reja në Evropë. Kemi popullatën më të re në Evropë. Identiteti evropian është identitet i cili synohet. Jemi shoqëri e cila synon integrimin e shtetit tonë në bashkinë e shteteve europiane. Kemi kurfar dileme në lidhje me këtë. Por e kemi tash situatën se në shumë shtete europiane, si një mënyrë e parandalimit të prostitucionit, është gjetë mënyra e legalizimit të tij. Pra legalizimit të shtëpive publike, si një mënyrë e izolimit të së keqes në vendet të caktuara. Dhe në këtë mënyrë tentim që të mbahet në kontroll një dukuri e tillë. Ky është një koncept i cili rreth cilit zhvillohen debate të shumta dhe në shumë shoqëri të avancuara demokratike. A është ajo mënyrë e ballafaqimit me këtë dukuri, pra legalizimi i shtëpive publike, apo është vetëm një mënyrë për me e legalizu biznesin? A është vetëm një mënyrë për me legalizu përhapjen, edhe më të madhe, të kësaj dukurie në mjedisin tonë? Unë mendoj se është një mënyrë e sigurt për me rënu substancën kombëtare, sepse e keqja nuk mund të eliminohet duke e legalizu. Në qoftë se kjo është logjik e veprimit, atëherë paramendoni se si do të ishte situata me smundet e varësisë, me legalizimin e drogës për shembull, dhe përdorimit të lirë të saj nëpër qytetet tona. Qysh është e rasti për shembull në Holand për disa lloje të drogave. Cilat do të ishin pasojat e legalizimit? Për legalizimin e shtëpive publike është folur edhe në disa forume tona, të institucioneve tona shtetërore. Nuk është kjo temë e cila është e panjohur. Nuk është kjo temë e cila nuk është prezente mjedisin tonë. Por natyrisht ende nuk e ka marrë publicitetin e duhur sepse kemi tema më të mëdha me të cilat merremi. Por për mua legalizimi i prostitucionit në Kosovë do të paraqiste rënje të kodit etik dhe rënjet moralit shoqëror, një disfat, një dorëzim të shoqërisë para një të keqe, një pranim se jemi të paaft për të marrë me këtë dukuri të madhe. Dhe siç e tha edhe autorja e cituar në fillim, Emine Vezaj në fillim të këtij prezantimi, mendoj se ka koha të thuhet një jo e madhe këtij tentimi për parandalimin e prostitucionit përmes legalizimit të tij në mjedisin tonë. Ne definitivisht
do ta synojmë identitetin europian dhe do ta arrijmë, dash Zoti do ta arrijmë atë identitet, natyrisht me integrimin e gjitha vlerave tona, të mirëfillta të kulturës tonë shekullore, por identiteti europian nuk e nënkupton shkatrimin e dignitetit të gruas. Unë besoj se pajtoheni të gjithë me këtë. Besoj se askush në Evropë nuk pajtohet me konceptin se për hir të identitetit europian duhet shkatruar digniteti i gruas. E ato viktima të cilat e shesin trupin e tyre në këto shtëpi publike nuk bëjnë asgjë tjetër, pos që e rënojnë dignitetin e tyre dhe shoqëria ju mundson me e shkatru këtë dignitet nga dita në ditë. Në kum pas rastin me pa shtëpi publike në Perëndim, kum pas rastin me pa shtëpi publike në Amsterdam, dhe unë nuk di që ekziston diçka më e neverishme se sa t'i shohësh ato femra në dritare ku shiten sikur mish i gjallë. Është me vërtet shumë e rëndë me përjetu. Legalizimi i prostitucionit në esencë nënkupton legalizimin e torturave, rrahjeve dhe përdhunimeve. Është gabim të mendohet se në qoftë se legalizohen shtëpitë publike, do t'i kemi këto në masë më të vogël. Sepse e legalizon në derë të madhe një shtëpi publike dhe heshtazi funksionojnë 10 të tjera. Afër tyre, të cilat shoqëria më nuk ka gjendje të kontrollojë sepse në difar mënyre e ka jap aminin e tyre për funksionim. Ti dëgjoj sa vlerësime zyrtare që janë bërë për situatën se përket prostitucionit në Kosovë, gjithmonë po referohem situatës në Kosovë. Po referohem raportit të seksionit për monitorimin e sistemit ligjor të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunimin e Evropë, OSBE-s, nga tetori i vitit 2007, pra dokument relativisht i ri, që 4 muaj. Në të thuhet, policia, prokurorët, gjyqtarët, mbrojtësit e viktimave dhe ligjvënësit dështuan t'i adresojnë në mënyrë adekuate problemet në rastet e trafikimit. Pra, konstatohet dështim i të gjithë faktorëve relevant politik dhe ekzekutiv në vendin tonë sa i përket trafikimit qenieve të gjalla. Një konstatim shumë i rëndë, i cili ka gjetë vend edhe në raportin e Komisionit Evropian për zhvillimin e institucioneve në Kosovë. Në këtë raport, theksi kryesor vehet me të drejtë, plotësisht me të drejtë, në të drejtat e viktimave, sepse viktimat e trafikimit janë me të vërtetë qenie njerëzore të cilat janë të shfrytzuara, të keq përdorura, në gjendje shumë të rëndë, psikologjike, sociale, ekonomike, besa dhe biologjike, me shumë smundje përcjellëse. Dhe është shumë e drejtë që fokusi kryesor i veprimeve shtetërore duhet të jetë në të drejtat e tyre. Pra, në atë që sa më shpejt ato të rehabilitohen, të integrohen në shoqëri, aty ku janë ose në shoqërinë e tyre amë, të nxjerren nga kthetrat e trafikantëve dhe që ato të jenë gjendje të vazhdojnë jetën e tyre në mënyrë sa më të padhimshme. Me plot të drejtë, ky raport fokusohet edhe në çështjen e kërcënimit të vazhdueshëm të dëshmitarëve dhe viktimave në Kosovë. Për Kosovë fjala. Kërcënimi i vazhdueshëm i dëshmitarëve dhe viktimave. Pra, i pamundson kryerjen e procedurave gjyqësore. Dhe me këtë, shumë land të lidhura me trafikimin e qenieve të gjalla janë të papërfunduara dhe rezultati është ky vlerësim i lartë se edhe policia, edhe prokurorët, edhe gjyqtarët, edhe mbrojtësit e viktimave, edhe ligjvënësit kanë dështu në këtë aspekt. Pra na po e shohim se kur ballafaqohem me këtë problem brenda shoqërisë tonë jemi të paaftë me e pa. Jemi të paaftë mu marrë me to. Po shihet se jemi shumë të dobët dhe të paorganizuar në ballafaqim me këtë problem. Prandaj cila është mënyra më e mirë të ballafaqohemi? Por pos se duhet zhvillu resurset njerëzore dhe institucionale që të drejtat e viktimave të trafikimit, që të drejtat në vërtet që procedura gjyqësore
të kryen sa më shpejt, që të drejtat e këtyre viktimeve të respektohen në masën më të madhe. Paralel duhet të ndërmarrim masat për parandalimin e kësaj dukurie. Parandalimi është gjithmonë më efektiv, më efikas se sa trajtimi, se sa shërimi. Është gjithmonë më lehtë me parandalu diçka se sa me shranjos diçka prej shoqërisë. Edhe një prej masave më efikase për parandalimin e kësaj dukurie është ndalimi me ligj i pranimit të shërbimeve seksuale nga një prostitut si vepër penale. Ky është rekomandim i seksionit për monitorimin e sistemit ligjor të OSBE-s që përmenda parës. Rekomandimi i OSBE-s nga tetori vitit 2007. Pra, të ndalohet me ligj. Në Kosovë nuk është ndaluar me ligj. Në Kosovë nuk ka rregullore e cila e ndalon ose e rekomandon prostitucionin. Është për muhabit. E kemi plot gazetat, i kemi artikuj, kemi shumë aktivitete, kemi shumë vendime, forume të institucioneve të ndryshme, por në aspektin ligjor nuk kemi instrumente përkatëse me cilat kjo dukuri do të vejë në vendin e vet. Ekziston vetëm dispozita e nenit 239 të kodit të përkohshëm penal të Kosovës, i cili në mënyrë të përgjithësuar e adreson këtë çështje. Dhe OSBE-ja kërkon edhe që organet relevante, Gjykata Supreme e Kosovës dhe organet të tjera gjyqësore të interpretojnë në mënyrë të drejtë këtë nen në mënyrë që shumë procedura gjyqësore të mund të zhvillohen. Natyrisht se një prej mënyrave të parandalimit të dukurisë së prostitucionit në mesin tonë është edhe bashkërenditja e aktiviteteve me shtetet në rajon. Sepse mafia organizuar, krimi organizuar nuk njeh kufi, krimi organizuar nuk ka komb, nuk ka përkatësi të veçantë specifike. Ata e njohin vetëm përfitimin, me çfarë do çmimi. E çmimi më i vogël është vujtja dhe tragjedia e një qenie njerëzore për ta. Prandaj bashkërenditja aktiviteteve në këtë aspekt mendoj se është e domosdoshme. Dhe për fund, në fund të këtij vështrimi, mendoj se mënyra më adekuate, parandaluese, e cila në mënyrë të sigurt parandalon këtë dukuri në mesin tonë, është ngritja e moralit publik. Ngritja e moralit kolektiv. Pra, ngritja e asaj që quhet morali një shoqërie. Nga dëshmëria e institucioneve, edhe në sektorin qeveritar, edhe jo qeveritar, që zëshën pa frikë të thonë se morali paraqet bazamentin e çdo shoqërie të përparuar. Morali i shëndosh, jo morali dënues, jo morali kufizues, jo morali shkatrus, por morali i shëndosh, i cili është i integruar me synimet individuale, i integruar me interesat e përgjithshme shoqërore. Ky moral krijon hapësirë për zhvillim të personalitetit. Dhe natyrisht se morali publik nuk mund të ngritet pa ngritjen e moralit individual. Pra, në qoftë se nuk e kemi të riun e formuar me personalitet të shëndosh, me strukturë morale të qëndrueshme, i cili e din se ç'është e mirë dhe ç'është e keqe, i cili nuk ka problem për të vlerësuar se ç'është e mirë për te familjen e tij dhe shoqërinë përgjithësi. Atëherë, vetëm këtë mënyrë mund të shkojmë përpara, vetëm me ngritjen e këtij morali individual mund të aspirojmë personalitete të shëndosha të rinjve tanë, mund të aspirojmë që të rinjt tanë ta kenë prioritet përparimin e mendjes së tyre, pasurimin e sfondit të diturisë së tyre, marrëdhënie stabile ndërnjerëzore të orientuara ka veprat e mira, ka dobishmëria në shoqëri, e jo në nshtrimin ndaj epshëve të tyre si mënyrë për gjetjen e qetësisë psikike. Ju falenderoj për vëmendje. Bismillahirrahmanirrahim.
përgjegjës të këtij universiteti, profesora, studenta, zonja dhe zotëri, vëllezër dhe motra. Përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë, me përshëndetjen e Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi ju dhe familjet e juaja. Vëllezër dhe motra, dashamirë të dijes, ju të cilët ju keni drejtuar bankave të shkollës, të vetdijes, të arsimimit, të shkencës, të kulturës, ju të cilët e ndroni që një ditë t'jeni faktor me rëndësi në shoqërinë tonë, t'i kontriboni kësaj shoqërie në të mirë, t'jeni pjesëmarrës, secili në atë këndin e vet, në drejtimin e vet, me mundësitë e tija të dhëna, me kompetencat dhe aftësitë të cilat i mundësohen atij të kontriboj në atë vend ku jeton. Jemi mbledhur në këtë vend, në këtë tempull të dijes dhe të shkencës. Edhe sa tëmbla dhe të mira dhe të shtrejta janë tubimet shkencore, qerdhët e dijes, universitetet dhe fakultetet, ku në to mësohet për mirë, pasurohet ky tru, të cilin Allahu i madhruar ja ka dhënë dharat njerijut, dhe ka kërku për njerijut ta mbush atë, me mbush, dhe me mbush, dhe me mbush, dhe kur nuk mundet me mbush plot. Për atë arsye, në Islam thuhet se dijen duhet ta kërkosh nga djepi deri në varr. Pra nuk bëhet ball për dije asnjëherë. Kemi nderin dhe krenarin që të jem prezent në këtë universitet të shkencave mjekësore, i cili është i pari që ne ka hap derën neve si kuadër fetar për të ballafaquar dhe kontaktuar drejt për së drejti me kolektivin e tij dhe me studentat të cilëve përpiqen t'u mësojnë dijen, shkencat të ndryshme, t'i aftësojnë dhe t'i përgatisin si kuadra të vyshme të dobishme për të nesër më afërt. Pra jem falenderues këtij universiteti, Zoti ndihmoft dhe i bekoft, dhe inshallah është një nismë mbar, që të vazhdojnë me tubime të ngjajshme, e pastaj edhe të tjerë ta pasojnë, sepse dija është e gjithanshme dhe është gjithëpërfshirëse, dhe për gjërave të dobishme nuk ka dëm, aq më pak, kur ato bëhen në mënyrë kolektive dhe të bashkuar, sy në sy dhe ball në ball, duke diskutuar rreth problemeve të ndryshme të cilat na prekupojnë neve si shoqëri. Patëm nderin ta ndëgjojmë edhe profesorin doktorin Ferit Agani, mik ton të vjetër dhe bashkëpunëtor të mirë dhe një intelektual të vyshëm, i cili falë Zotit kontribon në sfera të ndryshme të kësaj shoqërie, dhe unë e lutem Allahun që ju të gjithë, veçanti që jeni pjesëtar të këtij universiteti, ta ndeshni rrugën e këtij profesor dhe profesorave të tjerë që i keni, dhe të bëhen më të mirë se sa këta që janë, sepse profesorit mas pak t'i vjen mërzi që nxënësi dhe studenti i tij me qenë më i mirë se sa vetë që është ai. Pra merrni ernek dhe mostër për atyre të cilëve janë të mirë dhe të vyshëm dhe kontribues në shoqëri. Në anën tjetër, shprehëm keqardhje për mosmundësinë e ardhes së profesor doktor Ali Lazet nga Gjakova, i cili me plot kënaqësi ka shprehë dëshirën me ardhë dhe pranimin në këtë mjedis shkencor dhe shoqëror dhe social, por Zoti ka deshtë dhe ka godit një flamë ranë, një smundi ku i përshëndet dhe kërkon falje nga mosmundësia ardhjes. Profesor e shtjelloi një temë për të cilën jemi tubuar, një dukuri, unë e quajt edhe smundje shpirtërore, ani pse
ndoshta dikush mund mos pajtej me te, por unë kam faktet e mia dhe dëshmit. Aja është prostitucioni. Edhe unë për vete nuk e më shefi se përfitova dhe do të kërkoj për i ti mja marrë të dhana. Sepse, se që citoj paraqitësi i këtij programit apo kësaj tribune, detyria është një pasuri e humbur e njeriu të mëshëm. Dhe ku do të ta gjen ai atë e merr. Detyrin merr. Njeriu i mëshëm është ai i cili merr detyrin, edhe nga më i vogli, edhe nga më i madhi, edhe nga miku, edhe nga armiku. Dia nuk njeh armiqësi, dijen merr nga do që të vjen. Pra përfituam prej asaj që ka na thënë profesorin pika të shkurtra natyrisht, anëpse ka të thuhet ka shumë të thëtë për te. Natyrisht, tema e prostitucionit, flitet për këtë dukuri, është një temë shumë e madhe. Dhe është shumë më rëndësi. Të flitet edhe në saza më të larta. Natyrisht, fakulteti universiteti është një tempull shumë i lartë, një vend të bim i madh, por duhet ngritet nivele edhe më të larta, dhe të përsëriten temat të tilla, siç thash pak më herët. Sepse njerëzit kanë nevojë të vetëdijsohen. Njerëzit kanë nevojë që përkujtohet e mira. Anë pse shumë herë din, po kur ja përkujton, sikurse i knell pak i çon pe gjumit. Nga kjo, natyrisht duke munduar mos me zgjat aq shumë, sa shumë kemi të flasim për këtë dukuri. Themi të nderuar vëllezër dhe motra, studenta, se Islami fe e përkryer, e cila përpas që e sistemon dhe programon besimin e besimtarit, çështjen e imanit, të besimit në një Zot. Gjithashtu, as pak nuk e lën anash edhe anën ekonomike, po edhe atë politike, edhe anën sociale, edhe anën shoqërore, edhe anën shëndetësore, edhe anën morale. Bile nga kandi moral i kushton një rëndësi shumë të madhe anës morale. I kushton një rëndësi veçantë ruajtja së moralit të përditshëm tek muslimani. Amoraliteti, ne i themi zinaja. Kjo shprehje kuranore e kanë quajtur vjetërit tanë. Tash i thojnë prostitucioni, amoraliteti, mendoj se nuk ka ndonjë problem në të shprehur se se quan kryesorja është shfryrja e epsheve në mënyrë jo legjitime. Allahu i madhrum më së miri ka ditë se çka i duhet njeriut. Pra të arsyen nga ana morale atje dhe sociale, Allahu, kur është pyetje për rujtja e moralit dhe kujdesi i fesë së Zotit Islamit për të ruajtur moralin, e ka lejuar njeriun që të shfryjë epshet e tij, por në mënyrë të lehtëshme. Për atë arsye ka bërë legjitime martesën dhe ka porositur dhe urdhëruar dhe ka premtuar shpërblim të madh për atë martesë. Sepse Zoti ka krijuar ato epshe njeriut, të cilat ka nevojë me i shfry, sikur se ka nevojë me hangër dhe me pi, dhe për ndjenja dhe instikte të ndryshme të tjera të cilat e kemi secili ne si njeri dhe krijesë biologjike. Por përballë kësajna, Allahu ka bërë haram, e ka bërë të ndaluar në mënyrë të prerë amoralitetin, apo zinan, apo prostitucionin, çuje si të duash. Dhe kjo ndalesë e Zotit nuk është vetëm Kur'anin ton, kur flasim ne si musliman, por kjo ndalesë Allahut është në tëna librat e shejtat më hershme. Pra, është pjesë e misionit të çdo pejgamberit Allahut, të çdo popull. A nuk ka pas popull që nuk ka pas të dërguar, kështu na mëson Kur'ani. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Nuk ka pas shoqëri, nuk ka pas popull që nuk ka pas të dërguar nga Allahu pejgamber. Pra çdo pejgamber pjesë të misionit të tij, të shejt nga qielli ka pas ruan e moralin o ju njerëz. Dhe kjo ka qenë definuar dhe shënuar qartë dhe mirë, edhe në tëna librat qiellore.
duke filluar nga më të voglat deri te më të mëdhat, siç është Tevrati, Zeburi dhe Injilli, e që sot quhet Bibla apo Dhjata e vjetër, e bashkangjitur me Dhjatën e ri. Pra edhe te evrejt, edhe te të krishterët, si dy shoqëri, dy fe qiellore, me një përhapje shumë të madhe në botë dhe ndikim shumë të madh që të dyjat e kanë pas të ndaluar në mënyrë të prerë, mu ashtu si e kemi ne muslimanët që i themi haram, amoralitetit, zinan apo prostitucionin. Dhe ka vazhduar edhe bota e krishtere, edhe bota evreje. Dhe ndashtu ma but pak shoqëria e tyre, me shekuj ta ruaj amoralitetin si pjesë, si ideal të fesë të tyre. Kanë devijuar bazat e burimit fesë, kanë bet morali si pjesë e shoqërisë. Ku është ruajtur? Dhe ka vazhduar të ruhet në shoqëritë krishtere evropiane, mos jem në Evropë, flasim më shumë për ta, deri vonë, derisa është ndarë kisha apo feja prej shkencës, prej dijes. Pastaj, kur është nda kisha nga shkenca, nga dija, atëherë janë ngritur njerëzit, atë që kanë pas të ndaluar, janë mënu tash me bo halal me qel derën krejt. Aty është bën një shtrëngim dhe një jo mirë kuptim sa i përket kodit të lejimit apo të mos lejimit të amoralitetit në fete tjera, se në shtrënguar disa gjëra pak ma shumë, për atë arsye si për shembull është çmuar dhe ngritur mos martesa. Dhe është numëruar si një virtyt të shkëlqyeshëm një besimtare të devotshëm. Gjatë që në tillë, sidoqoftë pas së largue shkenca nga kisha, nga feja pra krishtere, filluan me të madhe njerëzit me thirrë në çfryrën e epsheve çfarë do mënyre qoftë. Dhe sa për ilustrim, dhe kjo ka ndodhur me të madhe të gjitha drejtime, sa për ilustrim, u përmendim apo a kujtojmë, se disa për juve ndoshta keni lexuar edhe para meje, se çka thot për shembull Freudi, një filozof edhe një mjek, ka qenë edhe mjek, ka qenë edhe filozof, ka qenë edhe psikiatër, edhe në shumë shkenca është marrë njëri i cili thret me krejt aftësitë e tij që ai ka në shfryrje të epsheve në tëna mënyra që ka mundësi njeriu me i bën. Sa që aq larg shkon, sa që çdo lëvizje në natyrë e lidh me shfryrjen e epsheve dhe me prostitucion. Derisa thot edhe fëmiu, foshnja e cila e thithi gjiun e nanës, thot nuk është ndryshe vetëm se si rezultat i ndjenjave të shfryrjes së epsheve që i ndjen foshnja ndaj gjiut nanës. Kështu thot. Dhe përqafimi, shtrëngimi i foshnjes në gjitë nanës dhe në prehën të nanës, gjithashtu është rezultat i ndjenjave të brendshme që ngacmojnë foshnjen dhe rrokin epshet përpara atë. Edhe më larg hala, thotë ju njerëz, çka prit një që nuk e shfryn në epshet, në çfarë do mënyre që keni mundësi? Në falni shprehje, Allah ju nderoft, dhe ta shef qanin mbi qan. Mund të akuzosh atë se s'ka moral dhe s'ka ndjenja. Mund të thuash thot se ky qan është më i moralshëm, më i mirë se sa qani tjetër, nuk mundesh. Thot njerëzit janë të njëjtë sikur se qat. Pra, mos pritni ju njerëz, mos pritni ju djelmosha, por shkon me rënë një vajzë e cila të pëlqen, dhe nëse djalin nuk lëviz është i ngurt, te atëherë vajzë mos rrikot duar kryq, dhe shkon me rënë një vajzë e cila të pëlqen, dhe dilni na për rrugë, nëse ju pengon komunikacionin në rrugë, thot nuk prish punë me dal në mal, apo brigje të lumenjeve apo të liçejve dhe me çfryepshet e juaja. Ky është një prej rasteve të shumta të njerëzve të mëdhej, të cilët i ka shënuar shkenca dhe në shënuar në histori, të cilët kanë thirrur me krejt aftësitë dhe mundësitë e tyre që ai kanë për me shfrye epshet e tyre. Mos të harrojmë edhe anën e medjave, të cilët natyrisht e kanë bën ndikimin më të madh në degenerimin e shoqërisë evropiane, sepse shoqëria evropiane ka qenë shoqëri e moralshme të nderuar. Shoqëri ku ka qenë haram me shprehjet tona fetare, pra e ndaluar në mënyrë të rrept,
zbulimi i pjesëve të tërshme të femrës ka qenë ndaluar, strikt ka qenë ajo punë. Por gradualisht kanë arritur dhe është përhapur amoralitetin në krejt Evropën dhe janë nxitur njerëzit për te. Dhe nuk po du me zgjat më shumë me fol për amoralitetin në Evropë, se po kthehem tek ne muslimanët, por deshta me lidh me fetë qiellore. Dhe subhanallah, prej Evropës natyrisht është përfshije kjo dukuri edhe në vende tjera të botës, lindje dhe perëndim, edhe ka ardhur gati edhe tek ne. Derisa një pjesë e njerëzve jo pak, këtë çështë kanë bë biznes, që ceki profesori dhe pruni shembull. Imagjinoni, nëse flasëm me logjik të shëndosh, ndashu i lefen, le shkencën këndush, veç me rekrytë ata që ta ka falë Zoti me men, tua. Çfarë civilizimi quhet ai civilizim? Çfarë shoqërie quhet ajo shoqëri? Ndashje demokratike, ndashje civilizuar, ndashje i shkolluar, ndashje aftësuar, çish dush çuje. Ku lejon që femrat shitet me pare. Ka diçka më të poshtër, më të tult, me mytë më mirë. Më mirë me mytë. Për atë arsye njeri i cili është me ndërgjegje shëndosh shpirt, më lehtë e merr lajmin se i ka vdek vajza dhe nana dhe motra dhe çika dhe gruaja. Sesa me marr lajmin se ja ka bën një marrë dikon. Ma lehtë e merr lajmin, ma lehtë e kupton, ma lehtë e përballon. Pra, synojmë me ngrit një shoqëri. Synojmë me ngrit. Dhe se tha profesor, nuk do të kuptohet asnjëherë, edhe nëse mendojnë të tjerë, do të themi këto stop na vje keq, ne nuk mund. Në llogaritin një civilizim evropian ta degenerojmë dhe ta shkatërrojmë, të hupim identitetin e femrës. Ne nuk mund ta bëjmë ato. Nuk mund ta bëjmë. Sepse nderi i femrës është diçka shumë i shejt. Dhe është shumë primar. Dhe njeri nuk mund të jetë njeri me plot kuptimin e fjalës përderisa nuk e ruan nderin e vet. Kjo vlen për dy gjinit. Nuk mundet. Se njeriu si krijesë sociale dhe biologjike i ka dhe anë shtazarake. Njeriu ka dhe anë të melaçeve, njeriu ka dhe anë të djallit mallkuar, njeriu ka dhe anë të bishave. Për shembull, kur njeriu është në gjendje ka njëherë më bëhe armik i vllasa që është në gjendje me çkyja të me thej, si le me armo. Kjo është cilësi e bishave, nuk e melaçeve. Në anën tjetër, njeriu atje, i cili mundohet me fut përçarje mes njerëzve, shpifja, përgojimi, urrëtia, xhelozia, keq trajtimi, i përngjan shejtanave. Sepse shejtani mundohet me thy zemrat e muslimanëve, zemrat e njerëzve, e të këqijve, të bashkëshortëve, me fut urrëtie, përçarje, luftë. Këto janë gjeste të shejtanëve. Pra ky njeri këtë kontest i përngjajti shejtanëve. Por kur bëhet njeri i mirë, i cili urdhëron për të mirë, e punon mirë, e është i ëmbël, është i sjellshëm, është i urtë, i përngjan me laçeve, të cilat nuk bajnë keq, vetëm mirë. Por kur rrok njeriu në jepshet dhe bëhet rob i jepsheve, me pare, pa pare, halal, haram, tafërmen e vetë, të hujen e grunë martune, pa martune, burrën martune, burrën pa martune, kryesor me çrjepshet, në këtë rast e ka kapluar atë ana shtazarake. Të cilët shtas nuk kanë tjetër qëllim për pas me hamër dhe pija Allahin dërë, edhe me qërjepshet e veta. Kjo mund të themi se ndryshe, vetëm kështu. Pra, njeriu si njeri, nëse nuk e ruan moralin, ai nuk mund të jetë njeri i plot në kontestin që ka krijuar Allah, krijesë të pastër, e ka qitë këto Zotit. Edhe në vendin tonë, shëtëseki profesori, dhe në s'kam pa përmen pak, kjo dukuri është përhapur shumë, dhe ne themi la hawla wala quwata illa billah, mirët në të mirët që na ka gjetë. Mirët në të mirë që na ka gjetë, mirët në të mirë që na ka gjetë, me thonë den sabat, den akşam dhe den nesër nuk ka shumë. Që na ka gjetë neve, që na ka gjetë neve. E vërtet, kemi arrit me shkencë, kemi hapur universitete private dhe shtetërore, dhe kemi shumë doktora, dhe kemi që s'kem pas kur. Veç edhe nga ana negative, kemi që s'kem pas kur. Edhe të mëse harra. Të mira kemi që s'kem pas kur, falë te jo Zot. Veç edhe të këqija, kemi që s'kem pas kur. Pra na kanë mujtë këqijat. Shoqëritë tonë
Ky islam ja ka mbjell njeriu në kokë rujtjen e moral dhe para se me qenë musliman, këta shqiptarë. Edhe kur kanë qenë të krishterë, se në thashat krishterë në bazë në esencë moralin numërojnë shajt. Libra tyre po flasën praktik çka bëhet. Pra shqiptarë, duke qenë të krishterë, morale kanë pas për obligim me rujt. Ka ardhur Islami, vetëm ja ka përforcuar moralin dhe kanë rujtur. Për atë arsye, ke mujt që ka dush me i bo burrit, malsorit, katonarit, shtetarit, ndërsa me prekën moral nuk e mujt se ka kërsit pushka. Po... sa që ka një mërqiken të shpia, edhe ta qëtë edhe i kafe. Thot një kafe se jarë dhe lodhësh e ki nevojnë fresku pak. Shko ke nga? Na po kje shumë, po na do të me kajtë. Pasha Zotit do të me kajtë, që na ka gjithë neve, kuku për neve. Kuku për neve. Marë qika jote, motra jote, gruja dhe nana. Në të ku, kitë gjendë ku jemi në sëtë, që të ceki profesori ma heret shumë faktorën. Faktorë të jashtëm dhe të mbrendshëm. Dhe aqë lirë, mu liru morali, sa që marë dhe pa pare, mirët në të mirë, qa kemi prit, mirët në të mirë, qa kemi prit. Dhe ta është dhe cilëve argumente fetare, se qka mundimi me prit se rezultati kësaj pasoje. Mirët në të mirë, qa kemi prit. Morali është sa një shtrejt, është i qmushëm. Moral nuk bën me prek njeriun, nuk bën me prek njeriun. Për atë arsye kjo punë thash është e përfunduar, e kryer, e kanalizuar, e definuar me tëna librat e shejta, aty janë pej Allahut. Edhe me fjalë pejgamberëve të Allahut, edhe me fjalë pejgamberit ton, Zotën pejgamberiun alayhi salam, edhe në fjalimin e fundit gjithë përfshirës. Në legjerimin quhet hutbja lam të mirë se ka marrë legjeratën haxhin e fundit. Ka thonë, o ju njerëz, për mi 100.000 njerëz kanë qenë. O ju njerëz, gjaki ju mes jush është haram. Rune gjakin janë një tjetër të ju njerëz, mes dërë një gjak këtë, gjaki njeriu të është i shtrejt. O ju njerëz, pasuria juaj mes jush është i shtrejt. Rune pasurin, ruja vllaut pasurin, ruja motrës pasurin. Pra mëse ke shpërdoni pasurin, mëse vëllni pasurin, e ka fitu njeriu me njerëz. O ju njerëz, nderi juaj mes jush është haram. Rune nderin o ju njerëz, ruja këjshis nderin, ruja shokit nderin, ruja mikit nderin familjen e tina, dhe e të arrutin nderin familjen tanë, ruja nderin e kësaj shoqërie, rune nderin o ju njerëz. Pra o amër besër në fjalimin e vetë që është fjalim gjithë përfshirës, për fjalimeve të fundit tina, se nderë është punë e shajt, rune nderin o ju njerëz. E Allah i madhruar, në këse kthehemi në Koran, e gjemë se prej urdhrave më të prera, që kanë ardhur është çështja e zinas, apo moralitetit, apo prostitucionit myrë legjitime. Thot Allahu Azza wa Jall, "Wala taqrabu az-zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." O ju njerëz, o ju musliman, që besoni Zotin hak, edhe besoni se nesër keni me dal para Zotit, jo mos bëni zina, po mos ju afroni zinas. Pra mas preventive. Se tha profesori me atë masat preventive në gjithmonë më shumë efektive, kjo punë nuk diskutohet. Mos ju afro zinas a moralitetit, se me bën nuk vjen shprehje. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ajo është një dukuri shumë e shëmtuar dhe ka pasoja të paparashikuara. Zinaja pa moraliteti është mëkat i madh. Për atë arsye Allah i madhruar e ka radhitur me një herë mas shirkut, dhe me thonë mas mohimit Allahut dhe mas mbytjes së njeriut pa hak. Për atë arsye ka thonë Allah Azza wa Jalla, "Walladhina la yadun ma Allah ila akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun." Dhe ata të cilët përpas Allahut nuk adhurojnë askënd. Dhe ata të cilët nuk mbysin njeri pa hak, pra ruajnë gjakun. Dhe ata ruajnë jetën. Dhe ata të cilët nuk bëjnë zina moralitet. Kur i cek cilësit e rëbëve të shpëtuar të Allahun, krye tyre cek këtu, tretën me radhë ceka moralitetin apo zinan. Dukuri shumë e shëmtuar.
Dami prostitucionit apo moralitetit është shumë i madh. Në këtë botë dhe në botën tjetër. Femra me amoralitet, me zina, prostitucion e shkatron vetveten. Fund. E prishi jetën e vet. E dëmtoi jetën e vet. Ja prishin derën babës, e koriti babën atje që ka lind. Edhe rrojën e familjes vet. Po edhe të burrit vet nëse është e martuar. E tratoi burrën e vet nëse është e martuar. E Zoti na rujt me bë me mbet edhe 7 zonë. Edhe ma krim, me shku e me abortuat fëmijë, veçanti pasi ju ka fut shpirti atina, i bën bashk me skrimit zinas amoralitetit dhe me skrimit mbytjes foshnjës pa hak. E çfarë faji ka ai fëmijë? Çfarë faji ka ai? Sa abortimet bëhen në shoqërinë tonë? Unë jam mundu të them realitet, jam mundu me marrë dhona prej ginekologjisë, sa bën abortime, refuzun me dhon. Thanë kemi sekret, thashën dua të zbuloj. Po pastaj në debat me disa mjek atje në telefon, thanë o zotni, ata që nuk vinë, janë x herë më shumë se sa ata që vinë. Edhe ata që vinë në spital me abortue, natyrisht jo legjitime, pra që kanë bërë zina moralitet, janë zakonisht prej vendeve të prapambetur atje, ku prindi nuk e din që ka vajza heq, thot pe edhe mbarke, ku pru me këqyr të doktorisë aty i bendit që ka. Po, ai nuk tregon. Ndërsa ato që bëhen për ordinancat private, në për spitalet private, aty janë të panumërta, aty janë të përditshme. Sa fëmijë hudhet në për rrugë, hudhet në për shportat bërllogit, Allah i nderoft, krijesa e Zotit. Ka diçka pasojë më të madhe se sa me marr një krijesë të Zotit, e ka falë Allahu të kthjell të mirë. Edhe në mëngjes kur ka çkan puni, pari që të mëngjes në rrugë e gjon, krijesën e Allahut. Ka bela më të madhe diçka? Ka diçka mazi që mëret me na gjet neve se sa diçka të tillë? Pra, femra kur bën zina ka bot turt madh, e ka humbe ka plasat perdën e vetë thot populli. Edhe burrë, edhe mashkullet një të ngjan. Hiç se ka ma lehtë. Edhe ai gjithashtu ka bot turp. E ka korrit veten, familjen e vet. Dhe runa zot në selen me barë një gru, e ka që farën e vetë, të njeri ju huj, po edhe gruja me met me barë me dikent, e qënë familjet vetë dikent që asë është i veti, e prezin farën dhe gjakun e burrit. E pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë se haram, e ka gjenetin ajo gruja e cila në mes kabiles fisit, e fut dikent që asë prej tyne. Që ka desh me thonë me këta? Pra shkan flan me dikan atje, e ka e thot burrit me ty e kom, ty të ka bob. Ai nuk e din, sepse ka besuar, dhe nuk e ka lidh kokën për atë punë fare. Po Zoti e din, ku i Zotit ajo? Ku i shkan Allahut? Si shem shepi Allahut krimin. Për atë arsye e femën e ka haramerën e xhenetit. Dhe mos u çuditni, ku e gjejmë se amoraliteti apo zinaja, prostitucioni është prej gjërave që më shumë të njerëzit e çojnë në xhenem. Allahu na ruaj. Për atë arsye ka thënë pejgamberi alayhi salam, më shumë të çaj çon njerëzit në xhenem është goja dhe organet gjinitale, Allahu i nderoft. Kokau. Goja, mbyllë gojen, rruaj organet gjinitale me emër të Allah xhenetin e ki ma lehtë. Këtu dyja e qitën lar, Allahu na nderoft e na fal të na mbrojë për zjarmin e xhenemit. Po. Më shumë të çaj çon njerëzit në xhenem është goja. Se me goja shkreton, me goja kall njeriu të zemrën. Edhe organet gjinitale ka për qëllim zinaja, amoraliteti. Prostitucioni, zinaja shkakton smundje të mëdha. Të shumta. Si klemia e gonereja dhe sifilise, ju dini më mirë të sem profesion jam, dhe natyrisht ajo që është e përhapur sot, që smundje e re, smundje e asides, dhe këtë e ka quar Allahu dënimoj ju vllazën dhe motra. Këto e kanë dënim prej Allahut. Dhe kur thamë kanë dënim prej Allahut, u sjell argumente. Pejgamberi alayhi salam u ka thënë shokëve, o ju shokët e mi, 5 gjëra kur të zini ju, nëse ndodhin te ju 5 gjëra, dhe Zoti mos Zot inshallah nuk ju gjeni ju ato 5 gjëra, mos zamakesh për juve. Mos zamakesh për juve me bo 5 gjëra me nxan juve.
Një prej tyre ka thonë, nuk ndodh që në një popull më përhap amoraliteti, zina e prostitucioni, më bëdhe më përhap haptas që shoqërinë tonë, e që Allahu mos t'i godas, mos t'ju dërgoj, mos t'i qaj atyre smundje të ndryshme të cilat nuk kanë qenë të njohura më heret. S'kanë qenë të njohura. Pra kanë rezultat dënim prej Allahut për shkak të kësaj dukurie të shumtuar të cilën e bojnë këta njerëz. Po. Dhe ka thonë Abdullah ibn Mesudi, në shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam, nuk ndodhet që të përhapet komata, shumë e poshtër, dhe amoraliteti apo zinajnë në një shoqëri që Allahu mos t'i jap leja asaj toke më shkatërruar. Dhe tradita e Allahut ka qenë gjithmonë të popujt të ndryshëm në histori, se kur përhapet amoraliteti një popull, Zoti hidhrohet në atë popull. Dhe kur hidhrohet Allahu në atë popull, vështirë se shpëton ai popull pa dënim të Allahut, o ju musliman. Pra, prit në dënimin e Allahut, Allahu na rujt kur përhapet amoraliteti në shoqëri. E pastaj njerëzit bëjnë pyetje pse Allahu po na dënon. La ilaha illallah, ala s'pedina. Ala nuk pedina. Sepse s'kemi lanë të keqe dhe mëkat për e ba. Dhe prej tyre kemi bo dhe këtë mëkat e cilë është shumë i shëmtuar. është shumë i shëmtuar këtë mëkat. është mëkat i randë. Pra Allah hidhrohet tek njerëzit kur i bëjnë këtë mëkate. Pra të arsye mund vinë pasojat, mund jetë dënimi Allahut në tokë. Natyrisht, për pasojat të mëdha dhe të shumta ka shumë me folë, por të shkojmë pak edhe të mënyra se si duhet më rujt. Sepse tash jemi fut në atë gjendje më. Tash jemi fut në atë gjendje, jemi në atë gjendje tash. Për atë arsye do të mundu me vedjesu këta musliman, këtë shoqëri, këta njerëz, këta tri se si duhet ruhen. Tepër më rëndësi është çështja e besimit. Imanit është faktor shumë më rëndësi. Zatën nuk ka faktor më rëndësi se sa besimi në ndikimin dhe formimin e personalitetit njeriu. Nuk kam faktor më i fortë. Për atë arsye gjithmonë edhe nga ana sociale, sociologjike, çka jeni nëse keni dikush që studion sociologjin, njerëzit të cilët janë më fetar, çfarë do fejet ketë? Janë më të formuar, janë më të edukuar, janë më të matur, më të kujdesshëm, më të ruajtur, se sa ata të cilët janë të pa fe. Besimi ndikon në formimin e njeriu. E mos flasim tek ne kur besimi shëndosh dhe besimi islam. Ndikon alayhi salam ka thonë, nuk ka mundësi njeriu me bë zina moralitet, edhe to e bë zinan me qenë musliman, besimtar. Nuk ka mundësi njeriu kur të vjedh, e gjatë vjedhjes hajni me qenë musliman. Nuk ka mundësi njeriu me pi alkohol, e gjatë pirjes e alkoholit me qenë musliman. Pra është rrezik delimani krejt. Delimani krejt për i trupit. Për atë arsye, femra muslimane më lehtë duhet ta pranoj mbytjen sesa me pranue amoralitetin apo prostitucionin. Një shpirt ki me dhanë, shkon shahid, një vdekje ki. Njëjtë ngjalla dhe mashkulli. Më mirë është me thonë, më mbyt po. Ndërsa për me dëshirë, unë për jetë më të bëj shtrat nuk mundem. Nuk mundem. Sepse doa t'i dalë Zotit tem për para me ftyrë të bardhë. E ai që bën moral në të dy gjinita e kanë zi ftyrën në këtë dynja, i hub nuri i ftyrës, drita e ftyrës. E ka arsu vetveten natën e vorrit. E ka arsu vetveten kur del para Allahut në ditën e gjykimit. Dhe ka arsu vetveten namaz ditës gjykimit, Allahu na rujt. Pastaj friga dhe turpi nga Zoti. Me priku dënimit Allahut, me pas frigën e Allahut. Allahu ka prue kërësnu rënd, atyre të cilët të shkel ligjet e Zotit, as i tutesh Allahut. Pastaj as ke turp nga Allahu, ndarmarrë prej Allahut. Me të pas Zotin harame, me të pas Zotin punë të këqija, të punë të pamaralshme që as ka hije. Për atë arsye ne muslimanët
Nuk kemi nevojë për organet e shtetit të cilat na mbrojnë dhe na ruajnë. Sepse kemi organet e qiellit të cilat na ruajnë, krijesat e qiellit vinë me lashna për qiellin, ne kemi Zotin. Para si gjithash. Dhe çka më duhet mu polici? Çka më duhet mu ushtari? I kam frikë Allahun. E ruajnë derën e tjetrit, e ruaj pasurinë tjetrit, e ruaj gjakën e tjetrit, e ruaj mallin e shoqërisë. Se kam frikë Allahun dhe mjetur për Zotin pas Zotin punë të këqija. Zoti pejgamberi ka thonë alayhi salatu wassalam, nëse nuk turprohesh vepro çka të dush. Pra të hupi marrë bë çka dush. Se turpi është punë e madhe. Marrja punë e madhe në Islam. Marrë me tart. Marrë është. Por se të marrë ka humb. Dhe ushqehet ai shumë për me humb. Ajo ushqehet. Ushqehet nga prindi, ushqehet nga mësuesi, ushqehet nga shteti, ushqehet nga kushja, nga kredioja. Edhe s'ka marrë. Kur s'ka marrë njeriu, të pa ndërgjegjshmen e bën ndërgjegjshme, të pa natyrshmen e bën natyrshme. I kthen gjërat kundërten. Dhe të praptat i bëhen të mara, dhe të marat i bëhen të prapta. Pastaj martesa ju vllazni dhe motra. Është faktor shumë më rëndësi në rrugën e moralit. Për atë arsye pejgamberi alayhis salam ka porositur, ka thonë o ju tri, martoheni nëse keni mundësi të martoheni. Po nëse nuk keni mundësi të martoheni, agjeroni, sepse agjerimi thënepshin shumë. Do të martohen. Dhe martesa thënepshin, dhe shërnepshituan halal shta ka dhonë Allahu, dhe secili njeri do të mikqyr veten e vet sa mund qëndron. Sa mund qëndron, sa mund përballon. Nëse s'mund përballon deri në fund shkollimit martohet, atëherë krahas martesës gradë shkollës. Elhamdulillah, na thën fillim Allah na e ka lejuar shfryrën e jepsheve por në mënyrë legjitime, ndërsa ajo që është legjitime nuk ka vend të nektet muslimanët. Dhe arsimimi shkollor që ceki profesori prej pikave të fundit dhe shumë më rëndësi. Dhe unë shumë kam frikë se vetëdijsimin e shoqërisë tonë, largimi i dukurive negative, mos krejt zbehja atyre, pa fut landën e mësimbesimit në përshkollë, edhe këtë universitet këto. Dhe çdo qerdhe të mësimit nuk ka mundësi me shkollu. Të më bën njërin akademik. Edhe atje ushtarak, edhe atje polic. Por njëri të plot nuk unë e bën. Ja. Se mos t'ja mundësesh edhe anë shpirtërore mja ushqyje. Tja kjo ushqyja ndën e jashtme. Po të mbranshme, ku në e la bë me ditë? A bë me ditë ku në e la anën mbranshme të atina? Kush ja ushqen atina? Nëse sa ushqen të shkollë, ja ushqen dikush në rrugë atje, ja ushqen mediat, ja ushqen dikush atje. Denaj shejtan, i cili ja ushqen. Po. Për atë arsye tashmë është nevojë e kohës. Që landa mësimbesimit të fut në për shkolla. E tek ne e kanë fund landën qytetare. Dhe imagjinone trunën e shqiptarëve tonë të cilët mendojnë për këtë popull. Për më kujdes për këtë çështje të moralitetit, bin dilem a me fut landën e seksualitetit atje, apo me fut do një landë fetare. Imagjinoti. Pra të ta, nuk prish punë me bua moralitet. Për atë arsye që në dita si dhe se javë si dhe se ku dio, nuk prish punë ato. Këtë flitet atë qysh mjurujt smundjes. Me masa preventive atje me kutidione me reklamuna për media ndryshme, gazeta, për televizione. Ndërsa me bë amoralitet apo barabar me zina prostitucion, kjo nuk figuron te ta. Nuk figuron. Pra, çka bën s'bën kur harxhove parë, harxhove më të kur s'bën. Problemi nuk e zgjidhe. As nuk e zbehe. As me zbe nuk e zbehe. Problemi zgjidhet kur njerëzit i bind nga ana shpirtërore se ti si njeri je shumë i çmueshëm. Dhe këtë ftyrë, dhe këtë bukuri, dhe këtë trup, dhe këtë mençuri, dhe këtë personalitet ta ka dhënë Allahu dohet me rujt, o vëlla dhe motër. Kjo është shumë i shtrejtë ti. Nuk bën më bë lodër e njerëzve të huaj, e duarëve të këqija të shëmtuara. A çaq e lirë jeti me lut njerëzve të ja? Çaq ult e ul veten, me lut të tjerë me trup tën, ka diçka më mirë me të shoto, ka më të hangër dhe jo, shumë më mirë. Se kajnë një për ty edhe harrojnë pastaj. Natyrisht këtë temë pra, thash se është shumë e gjanë, është shumë e dhimshme, shumë e prekshme, e ndishme.
sepse është shumë aktuale. Lutim Allahun me na rujt moralin ton, me na përmirësu gjendjen e shoqërisë tonë. E bashkërisht me kontribu në largimin e kësaj dukurie, sepse nesër pas nesër, nëse vazhdon kështu, ne do ta gjejmë apo do të jesim para aktit krym, para një shoqërie e cila më nuk dihet kush ka në ka nam, e ka në ka bab, e ka në ka vlla, e ka në ka motër, shoqërie degeneruar, ku do të ketë pasoja të paparapara. Dhe kryesorja pasoja më e madhe është në një dënim pe Allahut i cili na shkatërron këtë dynja dhe na çon xhenem në ahiret. Allahu na drejtoft e na udhëzoft, e na mëshiroft, e ju e uarrujt nderën dhe moralin e familjeve të juaja dhe të gjithëve muslimanëve. Zoti ju shpërbleft edhe për durim, për organizim, për respekt. Faleminderit që më dha rastin dhe një herë. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.